Përshëndetje, miqtë e mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Për lexime personale, më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të marrim energjinë e dy personave të dashuruar. A ka frikë personi që ju do? Mos t'ju mbas. Pra, a ka frikë brenda vetes së tia që mos ju mbet në jetën e tij? Pra do të bëjmë këtë pyetje për të marrë një përgjigje nga tarot. Personi i dashuruar e ka të frikën brenda vetes tuaj, por ju jeni shumë të lidhur. Ju festoni këtë lidhjen tuaj, këtë lidhjen tuaj prej shumë kohësh. E festoni bashkë me një person të tretë që është gjithmonë në dijeni të lidhjes tuaj. Sepse personi që ju do, ju shikon si një princesh të monedave, një femër të kompletuar, një femër që nuk i mungon asgjë në jetë. Juve jeni pak të dyzuar në këtë histori, sepse nuk jeni shumë të vendosur se si do të vejë kjo historia juaj. Kurse personi tjetër, ju mendon, edhe pse ndonjëherë ka frikë mos ju mbet. Por gjithmonë ai do të ketë kontakt me ju. Dhe pse ju ndonjëherë jeni e dyzuar, ai gjithmonë do të vi drejt jush me këtë kartë të shpresës dhe të paqes për t'ju sjellë këtë kurorë me dafina, sepse ky person është njeri i drejtë shumë. Ju jeni pak e dyzuar, nuk keni shumë besim te ky person, dhe gjithmonë ai ka të frikë mos ju mbet. Dhe ndonjëherë është dhe i mërzitur në këtë histori. Sepse historia juaj është një histori e fshehtë, që është e rrethuar nga njerëz jo fort të mirë. Juve jeni dhe prandaj është frika e personit, nga që shikon ju të dyzuar, ka të frikën që mos ju humbet. Por thot, ju jeni shumë të dashuar, ju brenda vetes tuaj keni një pasion të zjarrtë, dhe ky është një njeri i vendosur, ka komandën dhe fuqinë, që të dyzimin tuaj ta heqi nga mendja juaj. Dhe mos ketë atë pjesën e frikës për t'ju humbur. Pra, frika ekziston tek personi juaj. Por thot, asnjëherë nuk do t'ju mbasë, edhe pse ju jeni dyzuar në këtë histori. Ai është më i vendosur. Me kë rezonon me Priciafin, me Shigjetarin, me Binjakët, Deni, Peshqit dhe Luanin. Kurse me gërmën e parë të emrit rezonon me gërmën K, me gërmën M, I, F, N, V, R, J, Z, G dhe gërmën L. Faleminderit shumë, miqtë e mi. Mos harroni të më bëni subscribe në kanalin tim Tea Tarot.